Sot po iki te një konferencë shtypje, tu te kryesia e kuvendit. Është rrugës që shko këtej nga presidenca. Këtë konferencë shtypje ka kryetari i Komisionit Shëndetësisë. Kështu që rini 2 sekonda t'ju tregoj se ç'a ndodh. Ja si duket kryeministria sot. Normalisht janë protestuesit e Adriatikut. Ne do shkojmë te kjo ndërtesa tjetër këtu. Ky është vendi ku futemi ne te kryesia e kuvendit. Normalisht ambasadere nuk mund të filmoj, sepse është garda dhe bëhet kontroll sikur je në aeroport. Kështu që rini 2 sekonda se do ndes prap kamerën përsëri. Nuk arrita do të futem, sepse garda tha që je gjysmë ore përpara. Kështu që po përfitoj nga rasti pi kafe dhe më vonë do shohim përsëri. Ndje. Sa më erdhi edhe një oftimi nga gazetarja që 12:30 ka konferencë Berisha te selia Partisë Demokratike, kështu që ka ditë shumë e ngarkuar sot. Kafe shumë e mirë, si për 800 lekë, shumë e mirë kafe qendre. Tirana sot duket xham, se gjitha i shirë mbyra qera atje ka bërë punë e vet. Ky është një momenti që do të hedhim kerat e vendit vet. Mos ndosim ambientin. Sistemi shëndetësor është ndër sektorët ku vlidhet më shumë nga kjo majorancë. Objekti i konferencës ishte një raport i fundit, që është bërë për fondin e sigurimeve shëndetësore. Sipas deputetit ka pas shkele flagrante në financa dhe duhet çohen SPAK. Kaq ishte video për sot, shihemi prapë nesër.